Jemi live? Me që kishim probleme me audion, po ju apërmbledhim edhe një herë shkurt, atë që ju transmetuam pak më parë, nga atmosfera e jashtëzakonshme e çmimeve ndërkombëtare të turizmit, mbajtur në një prej institucioneve, në një prej objekteve më të bukura të Brukselit, që është Muzeu i Arteve të Bukura. Në një prej sallave të tij, pra do të mbahet pas pak ceremonia e çmimeve ndërkombëtare ose World Travel Awards, mbajtur nga Global Tourism Forum, i cili sot, gjatë gjithë ditës, kam mbledhur këtu në Bruksel, pra në Muzeun e Arteve të Bukura, individët më të spikatur, emrat më të njohur të turizmit kudo në botë, institucione, organizata, ministra, ministri, president dhe ish president të vendeve të gjithë botës, për të folur për trendet në turizëm, për ata që i bëjnë këto trende dhe për drejtimin se ku po shkon turizmi në të ardhmen, sigurisht duke u bazuar tek qëndrueshmëria. Megjithatë, meqense se atmosfera ka qenë më zyrtare ose më profesionale gjatë gjithë ditës, tani jemi në një ambient pak më të relaksuar dhe më të ngrohtë, sepse është koktej që i paraprin mbrëmjes së çmimeve të turizmit, ku do të ftohen sërish emrat më të njohur të industrisë globale të turizmit, të cilët janë vlerësuar nga Forumi Global i Turizmit si ata që përbëjnë aktorët kryesor të turizmit kudo në botë, dhe kjo ceremoni do të mbahet pas pak pikërisht këtu në këtë sallë, në një prej ambienteve më të bukura të Muzeut të Arteve të Bukura në Bruksel. Ne me siguri do të jemi pas pak live në përcjelljen e kësaj ceremonie të hapjes dhe duke u përpjekur që t'ju sjellim momentet më të bukura ashtu siç kemi bërë gjatë gjithë ditës sot në Forumin Global të Turizmit, ku janë mbledhur aktorët kryesor të turizmit kudo në botë. Do të shihemi pas pak.